Nica e gjenofeve. Problemi është, a ka mundësi atë minutë që e kryen gjenofen me u pendu, me u prekë në shpirt? O çarbona. Po gabim është ky, gjenof. Këtë librat për shofin, Allah e ka ndalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu. Edhe hadithet flasin për këtë gjenof. Pra, nëse ti pendohesh, Allahu xhele xhelalon hadithi kutsi thot, nuk ka zonë më të mirë që një gjë thot zonën e atij i cili pendohet, kërko falje. Volas për të marrë zot. Në hadith kutsi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pra kur e nigjon zonën e atij që pendohet. Pendimi ishte ai i pari që gaboi Ademi alayhis salam. U pendohu sinqerisht. Janë pendu dhe njerëz tjerë më herët, po unë po ju sjell pendimin e një gruaje e cila ajo ka bën zina. Zina e kuptoni të gjithë që do thotë ka bën immoralitet. Është pendu. Është dërzu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kthyer 3 herë. Pra për të vërtetuar nëse e ka bën sa këtë vepër të keq apo jo. Edhe për të vërtetuar nëse sinqerisht është pendu apo jo. Edhe e ktheu 3 herë. Të tretën herë u dha vendimi për ekzekutimin e saj. Edhe njerëzit kur pa e gjunin, edhe po flisin disa fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tërhoqi vretin dhe i tha: "Keni kujdes, se vallahi tha, sikur të më lidhesh, tha, 70 burrë në Medinës, 70 sahabë, 70 tabiin, 70 dietar, 70 burra të mirë, 70 adhurues, dhe të bëjnë tha pendim sa ke grua, nuk do të arrijnë." Pra çfarë tregon? Se pendimi i afshiu gjenohet. Edhe pendim gjenof pa ja shoqëroi vepër të mirë. Me të vërtetë e kryve një gjenof, çfarë bëne? Allahu xhele xhelalu thot gjithmonë thot, veprat e mira i shlyj veprat e këqija. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Veprat e mira thot i fshin të këqijat. Keni vure